Për qeverinë e Republikës Kosovës, bujqësia nuk është vetëm një sektor tradicional, por është një nga shtyllat kryesore të zhvillimit e të rritjes ekonomike, të sigurisë ushqimore e të ekonomisë prodhuese. Çdo investim në fermerët dhe prodhuesit tonë është investim në një Kosovë që prodhon më shumë, përpunon më shumë, eksporton më shumë dhe krijon më shumë vende pune. Për ne bujqësia është edhe çështje e sovranitetit ushqimor. Çdo fermë që rrit prodhimin vendor e bën Kosovën më konkurruese, më pak të varur nga importet dhe më të përgatitur për sfidat ekonomike të së ardhmes. Siguria ushqimore është jetike për shëndetin e qytetarëve. Që të bëjmë sa më pak, mundësisht as pak, analiza pacientësh në spitale, është e nevojshme të kemi sa më shumë, gjithnjë më shumë, analiza ushqimesh që na servohen. The grants that will be awarded to you today will provide a boost to your production and productivity. They will enable investments which you have planned, maybe even dreamt of for quite a while. And taken together throughout the country, the grants will provide, I hope, a tangible boost to Kosovo's agriculture and rural economy. But as the Prime Minister said a minute ago, this is more about grants and individual beneficiaries. This scheme also stands out because it marks a new form of partnership between our countries. For the first time, the government of Kosovo has joined German cooperation with significant own funds in financing a large-scale rural development initiative. Ndërsa pasi procesi transparent, konkurrues dhe mbi të gjitha meritor të përzgjedhjes janë shpallur 556 përfitues, të cilët do t'i realizojnë këto investime në të gjitha komunat e Kosovës. Grantet individuale deri në 5.000 euro do të mbështesin investime në sektor me potencial të lartë zhvillimor për Kosovën. Agroturizmi, prodhimi i mjaltit, përpunimi i produkteve bujqësore, kultivimi i bimëve mjekësore dhe aromatike, kultivimi i produkteve jodrusore në zonat rurale, shpestaria, akvakultura dhe aktivitetet tjera inovative në zonat rurale.